Shqetësimi për kërcënimin e zonave të mbrojtura ka çuar në inicimin e një tryeze në Sarandë nga Eko Albania, Respublika dhe Forumi i Medias së Lirë. Mbrojtja e hapësirës është kauz ishte fokusi i këtij organizimi në Sarandë, ku në qendër të diskutimit të projektit Pamanca u vendos Butrinti. Gjatë prezantimit dhe diskutimit prej pjesëmarrësve erdhën në gjetje mbi situatën kërcënuese që u vin zonave të mbrojtura për shkak të paksimit të sipërfaqes buferike, të aktivizimit të projekteve ndërtuese dhe gjuetisë së pakontrolluar. Licitacioni për zonat e mbrojtura përqendrohet te ligji për zonat e mbrojtura. Të e dim, pavarësisht se një pjesë shumë e madhe e ligjeve të tjera ndikojnë ose kanë zëvendjen e tyre kur flasin për menaxhimin e zonave të mbrojtura, si ligji për mjedisin, për kurimet ujore, për dëshkimin. Ka goxha mbi vendosje ligjore dhe ngërçe ligjore pa fund. Nuk të them dy raste të thjeshta, nëse kemi edhe Soraldën, është çështja e midjes, mbrojtja e habitatit midjes, ku në këtë çështje marrin pjesë 5 institucione që menaxhojnë. Çfarë ne kemi ngjitur zërin, institucioni është mirë që të paktën mos na hera herës është përpjekur edhe të bëjmë mbulimin e problemit. Pra, ajo që unë them është nuk mundi thuar do të Sarandjoti ose Ksamilioti që nuk ekziston problemi midjes, po tentoshe to të linçosh një të ri që po shfaq një problematikë që është e thuar që kemi sharlatan që po gënjen. Një projekt i cili do jetë pak a shumë në kohë zgjatje, shtrirë 30 muaj, dhe bëhet në partneritet mes 3 organizatash. Pjesëmarrësit sollën si shqetësim të parë realitetin e mbivendosjes së disa institucioneve në këto territore dhe shpesh pamundësinë e veprimit të pushtetit vendor për mungesë kompetencash dhe për kufizimin e ardhur nga ndarja administrative. Në tryez u sollën edhe shqetësime që lidhen edhe me mangësitë e administrimit të liçenit të Butrintit, si dhe me administrimin e ishujve të Ksamilit. Një nga problematika më të mëdha që e shohim që përsëritet edhe në zona të tjera është pikërisht problemi i paqartësisë së kompetencave që kanë autoritetet shtetërore për ta ndarë kufirin se ku vepron njëri kur duhet veprojë tjetri. Sigurisht kjo shoqërohet me probleme të kapaciteteve institucionale, të cilët nuk kanë mundësi që të realizojnë detyrat sipas ligjit, edhe kur ato janë të qarta. Kjo, pastaj shoqëruar me kërcënimet që kanë zonat e mbrojtura sidomos edhe në zonën e Butrintit, bën pastaj që të hedhim syt me seriozitet për të gjetur zgjidhje. Dhe ne këtë vlerë kemi detyrën ta mbrojmë, ta ruajmë siç e kemi trashëguar nga brezat e mëparshëm, t'ia trashëgojmë atë brezave që vinë që s'kan lindur ende madje. Dhe kështu mendoj që të paktën deri tani ka pasur përpjekje për të përmirësuar punën, por ka ende shumë punë për të bërë. Projekti Pamanca ishte në prezantimin e parë në Sarandë, duke bërë të njohura objektivat kryesore dhe rezultatet e pritshme.